Që ka ujë. Ç'është kjo pyetje këto? Po e mos I përgjigjem tash. Dhe unë tash. Po ja, këtu është mirë. Jemi në podcast. Jemi në pod. Këto foto gjeti fix. Podcast. Pse quhet podcast? Quhet një cast. Pra, ka një mori njerëzish, është në pod. Podium. Si e? Qa po si e? Mirë, të pëlqen Tirana? Po, më pëlqen. Jam qik ja banxhi kështu, po... Në podcast më ftuan dhe mua. Të ftohen aty për podcast? Po. Po. Po, unë jam ai, po. Ti ai. Kush je ti? E ne jam. Po ja, po atërë. Ti kush je? Nice je ti? Jo. Jo. Jo, mos jam Nice jam. Që më gjam e Nice tu? Ja, të ngatroj. Tullem tu? Po si e ke më mirë, se unë edhe mua më ftuan, në fakt. Ciao. Do të çohem, a? Ciao. E ke... Mirë, më fal. Nuk e dialekzove këtu, është ne. Po. Po, unë jam e ne. Po mirë, më gëzohem. Po si je? Po si- Qa bëhe? Si kalon? Këndshëm, a? Këndshëm. Sa mirë. Të pëlqeu. Po, skena? Po, e shkruaj dhe unë këto. Më besoj, disa për të qeshur ishte në kokën time. Se krejt dhe nuk kam qeshur goxha, po pasaj thash po ta bëj, do qeshat akoma dhe më shumë. Që keni dhe të ujtë, krip? Se di, qa jeni këtë nga backstage. Po mirë, s'ka jo. Pak të keni ujë, bërë. Është krip brënda, ka krip brënda. Mesazh nga Lana. Ne, mundet. Nuk të jetë fix kështu. E hedim në kohë, mbush shpiqa atje. Ashtu? Ndoshta më duket se s'ka ujë këtu. Nuk ka ujë. Ja, se di. Të pyesim aka. Valia, më shumë faleminderit. Nice. Do të flas Nice tani se. Po pse ke problem të më thosh brendi? Po më pëlqen shumë Nice. Po mirë. Një aktor I ri, por vërtet I talentuar. Nga shkolla tek teatri e tashmë me një serial të suksesshëm si Nice. Një aktor që di të tregoj se çfarë do të thotë të aktrosh. Brendi Bega. Miq dhe jemi kesha të check-up. Siç e shihni sot jemi me Nicen. Në episodin, besoj keni pa të gjithë. 5 pjesë të episodit. Po. Sezoni 1 ky. Po. Po që do flasim dhe lidhim vazhdim. Po patjetër. Si filmi është kënaqësi që po mundi ta bëjmë këtë bisedë bashkë. Kënaqësia është edhe ime. Megjithse tentove të mos zhvendin, po Po tani, shikoj, disa qef është që të rish aty për shembull. Do të vish. Hajde, hajde ulem unë. Jo, s'ka problem, s'ka gjë. Edhe ja këtu mirë ja për shembull. Qetësi, da. S'ka gjë. Po më thjesht ide që ti e mbështet dorën diku më mirë, unë kam tek këto hekurishte. S'ka, hajde se ulem unë. Jo, nuk ka gjë, tash tani mbaroj e zgjidha. Okej. Po deshet të lëvizësh? Jo, pa merak, se po bisha ka. Ta nisim me një pyetje kështu, më të jetë pak tash shumica e din, edhe unë e di se më ka thënë dhe kuqë. Po që do ta gjej nga ty. Se me sa duhet ti ka qenë dhe ideja jote që të bëhet Nice. Bashkëpunim. Do të thënë gjithë gjëja nisi nga David Koveli, regjizori. Ishim duke u marrë me një film ndërkohë me Davidin, që do të dali më vonë, do të thënë këtë vit, besoj se do të dali, është një film thriller psikologjik, është goxha, ku diun, është xhiruar në natyrë si film. Edhe relievi aty ku është xhiruar është goxha I rrezikshëm dhe nuk sugjerohesh që të xhirohesh aty ku ishim. Megjithatë, gjithë kësaj gjëje nisëm që në film e lajme kështu. Po, e nisëm. Po tani. Edhe duke u marrë me njëra nga pjesët që do xhirohesha unë, thot Davidi që ore
si të bëjmë një serial. Edhe aty pastaj erdhi ideja, hajde bëjmë një serial. E nisëm si fillim fare një djalë i mirë, djalë i sjellshëm, djalë shembullor, një person që është një qytetar për Tiranën. Edhe thjesht përballet pastaj me të gjitha pistollëqet e Tiranës. Me sfida. Po, edhe domethënë refuzonin që të jetoj në atë realitet ku është. Pastaj tham, lere këtë djalin mirë fare, edhe merrni për një poca qifare, një ligësirë aty në Tiranë, që ke qef ta shikon gjithmonë, po s'do të rish afër me të. Që të gjithë e njohin një si ai. Po ose janë vetë, ose janë vetë. E kanë të gjithë, unë e kam vënë që të gjithë e kanë një lloj tipari të Nietzsche, se fundi fare njeriu është ky, nuk është dragua. Megjithse është tamam tipik nga ata çunat e viteve 90 besoj, 90 e pak, se ata kanë qenë kaq kështu të guximshëm. Se këta të sot pse s'ka të sot çka ka. Nuk e di, unë s'kan kaq guxim, sa s'kam Nietzsche. Po tani ke pra unë këtë po të them që ke plot se ndryshe s'do i nxirrnin këto gjëra, e ke të lagja. Thjesht nuk e ke në Tiranë te nga qendra shumicës e kohës. Ndoshta s'kan shumë dukshëm, po, jam. Po nuk I shikon ti gjithmonë. Po varet, avash. Nëse ne ngelëm studio, çfarë të shohim. Po, domethënë, okay, lindi kjo ideja e Nietzsches, po domethënë cilit ishin ato elemente që duhet ta plotësonin Nietzschen si identitet. Mendimi kryesor ishte që një person që mendon vërtet për veten e vet. Domethënë është pak egoist. Morali kolektiv nuk pyet. Kemi shumë filma edhe nga kinemaja botërore, personazhe anarkistë, siç e theve ti, që në qoftë se e vendos që mos të respektosh moralin kolektiv, ke shumë gjasa që atë që ti do e marrësh. E kuptoj, po. Pavarësisht mënyrave se si ti do e marrësh. Domethënë shkon edhe në tip psikopatie, makiavelizmi që siç e thotë vetë shprehen që fundi nuk e varja. Domethënë se tash I miku. Miku tani shpreha. Se po dëgjoj me mundi. We can cut this. Thotë që nuk mënyra të justifikohen domethënë se si ti do të marrësh atë që do. Edhe Nietzsche. Edhe Nietzsche. Jo, edhe një nga tiparët, domethënë një nga tiparët mendoj që kjo ishte që që e plotësoi Nietzsche. Njëra nga po mund të them. Pastaj është edhe shpirti aventurierit, është mos harrojmë që fakti që I bën gjithë këto gjëra ka backstory mbrapa, akoma dhe më të errët si gjë. Domethënë po. Ka anën e keq të zezë. Domethënë po pra I ka kaluar ai këto gjëra, prandaj është kaq që të duket për të qeshur ty, sepse nuk e shikon anën e se si e vuan këtë gjë. E ka vuajtur shumë kohë më parë atë gjë. Tani e ka bërë në lëkurën e vet, edhe I di mënyra se si do mbijetoj ai. Edhe mendoj që një person I tillë do jetë goxhar mik, se të marrësh atë që do në çfarë lloj mënyre. Tani shqizoti I lojsaj. E di ai fushë e vet, pra ai los vetëm te fusha e vet, prandaj ti nuk e shikon gjithkohës, që ti thua nuk I kemi ne gradient e sot o kështu. I ke, po thjesht nuk I ke te fusha jote. Fiks tamam. Plus edhe kuqja aty bashkëpunim të dy. Po sa shkoni të dy. Me vërtet? Nuk e di, ju shifja kështu në kohë që takova live që të pash te kinemaja. Po. Thash, ky është Nietzsche. Të shkon se po I lum shaka. Margenti ka qenë goxha. Ne shkojnë të dy. Po, edhe Silvio Goskova, Niko Kushëriri, kemi një treshe shumë interesante. Më pëlqen domethënë puna që kanë bërë me çunat, edhe me castin e tjerë, po çunat njëherë shumë bashkëpunues. Duken në fakt se kanë dashamirësi me njëri tjetrin. Ta nuk e ka konkurrencën fare, është reciproke. Dashamirësia edhe na ka nxjerrë kështu në lloj kimie të këndshme. Kuptoj, këtë do thoya se në fakt dallohet se aty ku është një punë më e suksesshme, duket që është në backstage I shëndetshëm. Se ajo bën në fakt atë që të dalë aty ku duhet, niveli ku duhet. Se në fakt sa I takon pjesë niveleve, se unë pas kinemas jam vetë shumë fanatik. Jam shumë I dhënë edhe shoh gjithkohë, studioj teknika, backstage, edhe në kohën që
Se është ajo që i thonë sëmundja e punës tënde, që kohën që del një film, jo çdo film mund ta shijoj kështu nga ana emocionale, se kam ndonjë teknika. Po, e kuptoj. Jo, po Te montazhit, te filmimi, çka ka futur teknikë e filmit. Po. Edhe sa takon Nietzsche ka qenë një që më kanë, domethënë që në momentin që e pash, episodi 1, më pëlqeu kam ngel kështu. Pra që ai është bërë episodi pilot, është bërë. Jo se e justifikim, po është bërë goxha në kushte ato që kishim aty që mund na ndihmonin atë moment, edhe po ka qenë edhe ajo hapja është më e lezetshme me atë që duket si video me cilësi të ulë, që është ajo ecja në lagje. Po thua për siglën. Po edhe sigla është shumë nice. E veçantë, stili veçantë, domethënë lidhe me çka kanë dalë këtu te ne. Si Nietzsche s'ka dalë asnjë. Po tamam pra si një rrugë kështu si vërdallë. E ke kështu që vallën kalon në çdo lloj vendi. Çfarë fjalë scientifique si ata mint që fut dalin. Po kuptoj. Po kjo domethënë ideja e kuqos, lindi që në fillim që të ishte edhe kuq apo doli diçka gjatë? Domethënë, krijuam bazën, kuptimin për çfarë do flasim, për çfarë do shkruajmë, dhe tash mbas kësaj duhen dy kolona shumë të fuqishme që ta mbajnë të personazhin. Nietzsche në këtë rast duhen dy kolona të fuqishme. Është Kuqo edhe Niko. Edhe menduam që gjithmonë duhet të ketë konflikt kur një vepër, duhet të ketë konflikt, do të merresh me diçka. Kuqo është një nga ata personazhe që mendoj i shkon anës së Nietzsches, po i hap dhe problemi kohësisht. Ndërsa Niko për shembull është gjithmonë konflikt me Nietzsche. Edhe kjo po sepse mentalitetet që kanë, mënyra se si ata zgjedhin ta jetojnë jetën e tyre janë komplet të ndryshme. Edhe kjo do sjelli larmishmëri, do sjelli situata, do sjelli ide të reja për të shkruar episode të reja. Dhe këtë mendojmë që fillon me personazhet e kolonave të Nietzsches, mendoj. Kuptoj. Nëse si unë se më vjen ta them pas çdo fjalë. Jo, po verant, se shikoj, disa siklet kam unë për shembull që të flas tani për Nietzsche prapë, se ti po më thua tani fol dhe unë flas tani si është bërë kjo puna. Unë ndihem kështu tani. Mirë është, nuk kemi vojtur asnjëherë, nuk kemi pasur asnjëherë art block, nuk kemi qenë 2 javë, mendojmë se si ta shkruajmë javës gjën në episodin tjetër. Jo, do kemi llafë të mira gjasme. Po. Jo, dhe të këtë që pas çdo fjale që thua më vjen të them atë që është një sukses, nuk e di, më pëlqen shumë, më pëlqen. E vlerësoj. Faleminderit. Më bën qefi që të pëlqen, në fakt. Kemi marrë goxha feedback të këndshëm edhe pozitiv. Edhe me erdhi mirë se kemi. Është diçka që i mungon te publiku, besoj. Diçka e tillë. Po nuk e di, mendoj se po, se kalon gjithë ideja e Nietzsche, gjithë ideja të krijuar diçka që t'i japësh pak buzëqeshje publikut nëse. I duhet vetëm zi e kemi jetën. E kuptojmë. Hajde tani jemi shumë gjatë zi se siç e kanë nis. Po sepse është kjo ideja pra që çfarë mesazhi kanë këto, se është ajo frika e parë, po pastaj ne mendojmë Ore shumë e thjeshtë, gjithë gjëja e artit, sidomos e artit s'keni të pakun, është thjesht të tregon ato pasqyra dhe të thotë që mos u bëjmë si ky. Kuptoj. Dhe nuk është se ka njëri që do të bëhet si Nietzsche, nuk ka sens. Ka si shembull, tamam që thotë ti shife pëlqej po mos u bëj. Po pra, domethënë gjithë gjëja është të japë buzëqeshje patjetër, po ja mesazhi ku është në këtu që thjesht mos u bëj si ky njeri. Kuptoj po. Cili ka qenë ndonjë moment gjatë filmimeve? Gjatë 5 episodeve që të ka ngel në mendje që diçka gjë më kulminante më fani. Ka qenë tek episodi final, unë dhe Vin Beleri në sallën interrogimi. Tani është hera e parë që luajta me Vin Belerin. Edhe është aktor që ka goxha famë, edhe është shumë aktor i mirë, edhe jam rritur me zërin e tij që i vogël, me zërat që dublonte, edhe tani ta shikosh e ke përballë, do keni një skem bashkë. E kuptoj si një. Edhe tani ti këtej supozohet je djalë i ri, je djalë me pasion që do bësh të personazhin, do ja dal ban, unë do bëj personazhin e jetës me këtë, do punoj fort, edhe kjo do njihet botërisht dhe pastaj thua, po prit pra se të kemi skemi Belerin. Edhe është qef, se do që edhe kënaqesh ndërkohë. Është ky qefi që të kënaqesh me aktor më të madh se sa ty që ka eksperiencë edhe
dhe po punoni bashkë, se krijohet ajo lloj marrëdhënie, krijohet ajo lloj dashamirësie me njëri tjetrin. Edhe ishte një nga momentet shumë që i mbaj mend ajo skena tek interrogimi, se ka qenë goxha tension, edhe mendoj që ja kemi arritur aty që ta japim si gjë. Ka qenë shumë. Më ka shijuar goxha si skenë, ka shijuar goxha. Edhe skena me Eglën. Po, edhe me Eglën jam kënaqur. Ua! Me Eglën dolëm që ishim të dy nga Poliçani edhe ishte shumë interesante marrëdhënia me Eglën. Egla ishte shumë aktore, është akoma, është aktore shumë profesioniste dhe shumë e çiltër si njeri. Domethënë shumë rob i qeshur, edhe shumë bashkëpunues. Edhe meraklie. Është dinamike. Është dhe dinamike, është dhe meraklie personazhit, do që ta çojnë në perfeksion atë që bën. Edhe ishte shumë eksperiencë e këndshme, jam kënaqur. Kuptoj, ishte shumë ajo, si të thuash, jo manipulim, ai gabimi që bën te takimi juaj, nuk e di, ishte shumë lezetshëm, vinte shumë fare. Po. Kemi goxha referenca dhe nga kinemat perëndimore, dhe do jemi përpjekur që t'i bashkojmë me gjën tonë shqiptare, se nuk shkojnë të gjitha. E kuptoj, po. Pashim mesazh nga dikush. Me vërtet? Ja këtë pasoj. Por e ku ke marrë të aparatin? Këtë? Ka ca kohë kam blerë në fakt. Po? Nuk e di çfarë viti është. Po. Sa bën? Sa kushton? Nuk e kam ide sa kushton, se unë kam gjetë me shmim ullët. Aha. Do të thënë treg të gjitha shokë. Se di se kam ide. 1%, mendim. E po çfarë ka problem? Sa më shkoj? Nuk e di. Sa më shkoj 105? Ua, jashica. Lezetshëm. Nice. Shkon më shumë këtu. Me vërtet? Po mirë, rregull. Po për të do të çaj prap. Nëse vazhdoj me bisedën. Ska. Okej. Tani sa ta kom pjesë së batuta, se batuta ka pafund aty. Po. Se tani është kjo gjë që funksionon, që ndoshta jo të gjithë e dinë, shumica e publikut mund ta di që gjithmonë i mbahet planit që është në flet, po që ka batuta që shtohen nga momenti, ose një që zvendësojnë, po. Ose diçka që ty, nëse se ty nuk të pëlqen si batut, edhe nuk do që ta bësh atë. Ka ndonjë diçka e tillë? Për mua ka qenë shumë e thjeshtë që mos të improvizoj, sepse kam qenë gjithkohës me Davidin që po shkruanin këto episodet dhe do nëse do kisha një lloj paqartësie ose diçka bisedoheshe direkt kur shkruheshte. Dhe mua s'më ka ndodhur që mos jem dakord për shembull me batutat që mund të kem tek Nietzsche ose dialogu që mund të kem me Nietzsche aty. Është okay, për mua ka qenë shumë në rregull. Më kujtohet te episodi që ishte me Kazino. Atë 5.000 lekë si ku e kështë gjithë? George Padjaku, the monster, a i ka gjetur, e thonë, unë akoma, e ca kesh me eri, se kishe vetëm një 5.000 lekë të tillë, dhe kjo ajo shoti aty, është bërë tek dubël, edhe ka qenë të mërshme, se imagjino të është mos të grizej mirë, të grizej keq, ose ku di unë Allah, thjesht ideja është një herë do bët ajo. Tamam, është nga ato, se unë e kisha si pyetje në fakt që ka ndodhur një gjë kështu tip aksidentali që është mbajtur si dubull. Aksidentali nuk bëj mend të paktën unë, se nuk e di. Nuk bëj mend të fakt tani që mendoj. S'po kam ndjenjur diçka aksidentale. Kuptoj, nëse domethënë kjo punë e lekut ka qenë one shot. Po, kjo ishte one shot. Po, kjo të bësh si bësh, kjo thjesht do mbahesh. Imagjino, nuk e di, imagjino të bëj keq kjo, ose ditë një plan që s'mund të mbaj. Do kisha arsye për të më kapur keq tani ti, po ja për shkak këtu se ke bërë mirë fare. Tu e ke bërë shumë keq. Domethënë bashkëpunoj edhe 5.000 këtu. Po. Domethënë atë ndihmoj. Edhe pas kaq viteve e dha një efekt pozitiv. Shumë i vjetër, shumë i vjetër ai. Vetëm kam pas mundësinë të shoh kështu, jo të blej diçka, se është një lek që nga disa vite ka, kam pas mundësi të shoh, se edhe babi im ka pas mbledh, i ka pas qef, po që në kohë që e pash aty tash, wow. Ku e kanë gjetë akoma? Të kthem pas në kohë. Po të kthem.
So, okay, nuk e se jam ndonjë moshe madhe që të kem ndonjë nostalgji, pse disa patjetër. Sa do ma dha një impakt. Po ne kemi kapur këtë 1000 lekë, 2000 lekë e vjetër, edhe kur shikoni kështu 5000 lekë, thua që akoma dhe më vjetër. Mbaj mend se kanë qenë ca 10000 lekë të mëdha. Po. Nuk di si mund të mbash ato në një portofol. Aq të mëdha. Rrezik s'ka pasur portofol, ose ka pasur kështu blloqe. I ke lidhje me elastik. Ose si këta çunat e gjimnazit që mbajnë një blok kështu edhe jashtë të fusi aty atë. Po, atë. Për pastaj. Po ideja e kësaj pesmishe ishte jotja? Jo, ishte David Kote. Ishte David. Shiko, shumicën e gjërave Davidi i ka pasur si ide. Unë kam qenë goxha asistues, sepse është hera ime e parë që po marr pjesë edhe si bashk krijues i një seriali. I një projekti në fakt. Për mua është hera e parë, Davidi më ka besuar shumë gjëra, kështu që shumicën e krediteve dhe vlerësimeve do t'ja çosh David Kodeli. David, të përshëndes. Të përshëndesim. Shumë faleminderit. Na di njerëzit e neve për skenaristë, kjo është lart. Po që ja, vërtet, më shumë e kam ndihmuar Davidi. Po që Davidi ka pasur idenë kryesore të serialit Niçe. Me kuptoj, po. Davidin do ta ftojmë. Me shumë siguri. Apo do ta ftojmë bashkë me ty. Ta ftojmë me mua, pastaj çfarë vetë do ishim duke qeshur. Ju ftojmë bashkë. Po mirë, po, herë tjetër do vi prapë. Po do viste. Zi rrugën ai prandaj. Pa jam se të marr gjë. Ai se pa i lënë. Lërë. Shaka po. Ja, ky shotgani këtu, Se shumica se di çfarë shotgun, Po asu se di, thjesht dëgjova që the shotgun edhe. Shotgun është kjo gjëja audio se nuk kemi shotgun. Nuk mbajmë. Në një moment kur te prodh në audio ja jep. Po no. E ke mbush? E mbush e tani, si di. E mbush e tani. Okej, në me thënë tek pjesa e komedisë. Cila është një sfidë që komedia ka sot që ta sjellësh në televizion? Nuk e di, është ose më saktë të them cila është ajo pjesë që do të thënë disa më ndan komedi nga drama një fije perje ndan, është thjesht një lloj reagimi pak më megjithëse asnjë fije perje nuk e ndan, gjithë gjëja është e vërtetë. Është gjithë situata që e bën për të qeshur komedinë. Domethënë është thjesht vuajtja e një personazhi, se shumica njerëz tani vërtet do qeshin me një person që thjesht ecën dhe rrshket banane. E kuptoj, patjetër që për të qeshur sepse nuk po na ndodh neve. Edhe mendoj që sikur ta avancosh këtë lloj gjëje, prapë që nuk po më ndodh mua, po çfarë lloj situate tjetër do ketë për të qeshur, që neve na vjen. Nuk është, do të thjesht gjë kam vënë re që çdo lloj fushë thjesht ka nevojë të mendosh për të. E kuptoj. Se pastaj kam përshtypjen do vinë gjërat. Do ta fokusosh energjinë te diçka. E do të vijë ajo. E kuptoj. Po domethënë cili është ajo ose si mekanizëm, po them matës që e di që kjo batut do jap një efekt më, kjo do bëj të qesh. Nuk e di kur. Unë kam përshtypjen që nuk e për ta vënë re kur se sa do qesh. Unë mendoja për shkakun që njerëzit të qeshin me këto batuta, nuk me ato batuta kanë qeshur. Po jo, ai shumë sa batuta tjera që në botë nuk do mendoja që do qeshin. Stëmi dhe mendje. Pa. Nuk e di atë secili ka botë kuptim vet personal. Secili ka një lloj pikë vrojtimi të realitetit të tyre shumë të ndryshëm nga tjetri. Ne mund të jemi shokë dhe prapë do kemi thjesht një pikë të përbashkët që jemi shokëra. Po shumicën e kohës kemi realitete të ndryshme. Edhe kjo e bën të bukur komedinë. Varet, se ke filma, drama, ti ke The Room për shembull që qesh me lot po e pe. Sado dram duket ajo. Është kjo që ka dalë tani adoleshenca? Adolescenca në Netflix? Po nuk e kam parë të ato. Një episod kam pa, po që më duket fantastike, e di pse se është one shot. Këtë e dëgjova që gjithë episodi është one shot. Domethënë nga ana e kinemas, se unë e shoh pak me një sy. Imagjino çfarë pune të lehtë ka montazhieri i këtij. Ha? Shiko ku i vati, domethënë, si çfarë puna, ai thjesht e jep play. Nuk ka punë tjetër. Domethënë, unë që punoj vetëm me montazh,
Gjëja që pas, të jufta po i studia... Të përqeo montazhi. Jo, tash po studioja të më aftësinë dhe ati fëmijës të vogël, të mashat dhe gjitha, së vajti më dhe të montazhit. Po së vajti më dhe si që one shot ajo, maksimumi kolore do kesh të Po që, regulluar. jo, më pëlqeu se, do me thënë, edhe aftësia ati fëmijës, ta lojat pisën, ishte, nuk e di, on top, si të ashtë. Ajo e shok. Se do më thënë një fëmijë, sa 12 vit, sa ishte, 11-12, nise qënqa është të mëngjesit, pisa, e vazhdojnë të komplet, fute i planin makinë, ditën ka dhënë ma në dhonë, fute i dikush dite, masha dhe gjitha, ka që fantastike. Po pra, sepse është rregull kjo, jo rregull, është një lloj këshille që nëse do vërtet bësh një punë të mirë, do kesh besimin e një fëmije. Kur kemi qenë fëmijë, për shembull, ne besonim që këtë copën e tullës e kemi makineve. Edhe kjo makina do ecën për mure, dhe ti si fëmijë ke besuar atë gjë. Më pëlqeu, më kishte vënë mendja ta mendoj kështu. Por nëse, ja, shiko, ti do kish një mendim tjetër, do të po them që është mëse normal, ose kuloze policia i duti për shembull. Kuloze policia i duti ti e besoj seriozisht që ishe policë. Dhe shoku tani si është keq, do të punim aty në burg tash. E besoje, ti lozje. Ti mërzitesh pse e çoje topin e penaltit, do të pikën e penaltisë më afër. Mërzitesh, nuk i flidhe shoku me gojë, se e besoje. Edhe fëmijët e kanë shumë të thjeshtë për qenë të vërtet. E kanë shumë të thjeshtë për ta besuar atë që bëjnë. Do me thënë, më letë e ka fëmija se dikush po të mosha 40. Unë e mendoja diçka, po bazojmë tek pjesa e besimit. Po. Se unë e mendoja që fëmija kush e di sa siklet ka qenë, e luaj, se luaj. Po patjetër, është ky sikleti, ama nëse ai e ka ndarë mend që do e bëj, ka shumë të thjeshtë ai. Thjesht ideja është sa më shumë rritesh, ke fillon pastaj ke mendime të tjera, nuk e ke më këtë xhaketën e halleve jashtë, e ke më të vështirë për ta hedhur atje te koka e priftit. Xhaketën e halleve. Do të thënë të ndikon kjo xhaketë e halleve gjatë. Po tani e merr çik gjën më seriozisht se ç'duhet. Sa më shumë që rritesh. Sa më shumë që rritesh mendon anën ekonomike, mendon anën sociale, si dhe shikoj njerëz, kurse fëmia nuk i intereson. Fëmia thjesht do ta bëj atë gjë, e kaq. Në fakt ashtu është gjithë gjë, thjesht bëj. Unë mendoj se kinemas toni mungon një film mashat. Se ne s'kemi diçka të tillë. Mund të jetë komedi, mund të jetë çdo e kupton, po mendoj se i mungon. Kishim menduar një episod të tillë neve one shot tek Nietzsche. Po nuk e di a mund ta sjellim. Mendoj që mund ta sjellim te sezoni 2. Si ka zbulova një. Po, nuk ka asgjë të rënë në këtë diell o shok. Jo, nga misha se... Po mirë, po thjesht një lloj stili, e kemi menduar, nuk e dim akoma. Ky nuk është një spoiler. Okej. Apo është? Jo. Po çfarë spoiler nuk thash? Nuk është. Nëse s'besoj se do dëgjoj kjo, po çfarë po montash? Ja, po çka, e presi prapë. Sa është prerë kjo? Tani i lon fe montazhin. Ja ka lënë montazhirit të adoleshencës. Jo, mua sa do le këtë. Mua sa do le. Jo, zakonisht nuk e ka të. Me vërtet? Episode, ja. Po mbështesë më. Po tani unë çfarë kam thënë? Ja, mos e s'ketë, në gjë kështë të diva. Po, fix. Ja, të unë e klip. Do me thënë, ke thënë lidhje me ujë, po. Episodi që dhe bëhet one shot, kismet. Kismet? Se është në një gjë që... Po, inshallah. Do është të zotë. Inshallah. Se shaka duan, po që edhe punën me nivele duan. Po në qovë se supozojmë se Nietzsche dhe ishte vetëm pa kuqën. Dhe kishte këtë impact ka që të madho, se në mund të kuqës mund të ishte dikush më pak dinamik se kuqës. Po kam përshtypjen që këtu është pesha e Margentit si aktor, se personazhi i tillë do shkruheshte. Thjesht menduam që Margenti do ishte perfekt për këtë personazh. Nuk e di si do ishte, kam përshtypjen që do kishin komplet qasje tjetër dhe Niko dhe Nietzsche. Nëse nuk do ishte Margenti si aktor, patjetër që ti do kishin një lloj mënyre tjetër të interpretuarit, se ndryshon aktori me aktorin, ka natyra të ndryshme të interpretuarit secili. Nëse nuk do ishte Margenti, domosdoshmërisht do kishte një lloj
qasje tjetër, se si tip, edhe ne në jetë për shembull ti siç flet me mua, nuk flet me dikë tjetër që e një prej kohësh ose ja di botën. Kështu që nuk e di, do ishte ndryshe patjetër. Se po e filozofoj më shumë se thuat. Normal që do ishte ndryshe, po mos ishte kuq Margenti. Duhet një shpjegim kështu. Po se I thellë. Sigur i thellë. Pastaj ti vuri check-up-sh. E di pse kam check-up? Jo, pse. Po e sa e thash? Po check-up është mjekësi. E gjeni që bën këto check-up-et, analizat e plota. Bën një lloj check-up. Po, se unë shkollën time te nga mjekësia kam. Me vërtet? Po. Megjithse jam në studio, edhe thash pse mos e di se më pëlqen mjekësia se edhe mamaja ime që e dua shumë ka një jetë mjekësi. Edhe thash po e miksoj pak se edhe me atë kuptimin që është në imtësi, Po. Analize plot e thash po e vetë check-up. Analizojmë si kjo është sapo the ti, analizimi plot. Po se ndonjëherë shikoj të nevojshme, pastaj them, ore, kam përshtypjen mos ofendoj. Duke mbi shpjeguar diçka, kupton, dhe thjesht mund të thuash thjesht po më vërtet ajo do ishte ndryshe, thjesht nuk e di si do ishte, dhe prap kuptohet, po e drejtë është kjo që thua ti. Kuptoj. Nëse nga shpjegimi nuk ofendohet askush se publiku do të di. Po patjetër, po thjesht se ka edhe nga ata që ndoshta s'kan mundësi të takojnë, të flasin, duan të pyesin. Po, do e shohin. Do e shohin. Po e kuptova, faleminderit aty. Kështu që t'ja u jap kontaktin, unë se kam as vetë kontaktin, ma jep çik ta shnoj poshtë, që po s'ka pyetje. S'kam telefon. S'ke? Ja, unë shkruaj kështu tash. Me post? Me post, me plumbare. Me plumba? Po, i kthehemi kohës vjetër. Po s'ka se na thuaj cili është pullumi jot? Nuk ku e keni juve atë folen atë plumbe. Unë s'kam plumbash po. Po mirë, do të çoj numrin e plumbit. Kam ja dy komshim duke se ka aty te lart shoh pullumba po. Ashtu? Po mirë, aty do lëshoj edhe unë pra. Se di si kanë taksat ata po. Ai sa i kemi 15% sa është. Me të vëshë pa të vëshë? Pa, me vetë vëshë. Okej, të tentojmë. E flasim. Okej. E flasim. Këtu do jesh prapë ti kur ti. Po këtu jam. Po mos e këtu nisim pullum. Do çoj pullum e flasim. Të mbledhin pullum baton pastaj. Tamam. Po kjo të kthehemi pak te egla se në më kujtua. Ma thuaj. Po kjo ideja që të futej egla në teknikë. Ideja kujt ishte? Po apo ti s'e mendua që egla mendom një personazh, shkruajmë një personazh të tillë. Dhe pastaj do bëri një lloj llogarie kush mund ta luajë si personazh edhe na erdhi si mendim i parë direkt egla. Se temi atë që është goxha charmante si femër, si grua edhe është si femër që është një grua që është kinge, është shumë e bukur. Edhe është aktore shumë e mirë. Dhe i shkon me si personazh dhe tham pse jo. Pse mos ta luaj? Ishte ideja e të dyve që në ram direkt dakord sa e shkruaj dhe tham ega. Është dhëna. Edhe thjesht tham pastaj nuk e dim si do e gjejmë kontaktin, thjesht uroj shumë që të jetë sa më mikprites se patjetër që njerëzit kanë dhe punë të tjera dhe varet se sa ku diun do kthehemi përgjigje se jo, është ky sikleti i parë. Ka dhe nga ata që ta kthejnë, ta lëndësin. Jo domosdoshmëri se, shikon, nuk njiheshim, kështu që po kuptoj. Ja, po egla duket që jo, egla është njëri shumë është tamam zonjë në kuptimin si tek puna e vet, si tek vetë egla. Domethënë po ti mendosh ti, Kuqo, egla, Niko, domethënë kanë qenë tamam zgjedhje kështu të sfikatura. E ke godit, si thon. Po shumë po, bon kompliment tani. Po që jo ka qenë unë kështu e shoh vet. Po e kuptoj. Me sy të mi, me sy publiku, jo me sy ka qenë goxha eksperiencë që të mbaj mend për shumë kohë. Çfarë sa të shkoj pasaj me sklerozë dhe se mbaj mend me. Pastaj si diet. Po jo, po them. Po s'ka jo se ma bëjnë përshtypje gjithmonë që pse nuk e thotë do ta mbaj mend për gjithmonë. Nuk do ta mbash mend për gjithmonë, se vërtet nuk do mbash mend. E ka një zgjidhje kjo. Si e ka? Kam studion unë. Në punë sotin mua se ti filmoj gjitha. Shita. Publicitet këtu.
Kështu që po vajte mosh 80-90 vjeç që s'mban mend. Sa do jesh atë? Ti bëj play. Sa do jesh atë? Sa jeti? Vazhdo e rundi pat. Puna sa do masi herë moshë ka tani. Puna sa do mbaj mend nuk i kam në filmimet, pastaj po shketi do kesh në një më të vogël vërdallti që do të bindet. Kismet. Si dije. Qof. Po flasim pak të kthejmë tek niveli i komedisë. Pa. Komedia në vite. Flasim tek kinema jonë, nëse po të kalojmë jashtë pastaj ke flasësh një javë po pushim një muaj. Ka pas, domethënë, si shef ti avancimin e kinemas tonë tek pjesa e komedisë në 10 vitet e fundit. Në komedi? Komedi. Me që Nietzsche është komedi. Po, okay, patjetër. Po jo, nga që ndryshon pak gjithë ideja sepse në serial ti dhe në serial ti e ke mundësinë për ta shpjeguar. Kurse në film do aq minutash ke 2 orë. Ke një lloj limiti, kurse këtu ke mundësi që ta mbyllësh në një moment që këtu e ke mundësinë për ta rregulluar te episodi radhësh, e ke mundësi për ta zgjatur gjën, për të dhënë fjetë të dur, ta zhvillosh. Kurse në film do të bësh një lloj historie për 2 orë dhe mbaroj. Pa çka se po ta marrësh kështu trash, 5 episode, është ai film 3 orë çerek, po që kush ka nerva të shpoj film 3 orë çerek. Mendoj që të paktën tek filmat për komedi ka ardhur goxha zhvillim. Sa vjen rritë. Të mos që nga viti 2000 për shembull. Ka qenë ky seriali Bar Cafe më duket, ka qenë televizion plusi. Po, ndërmjet. Unë kam parë atë i vogël. Jam kënaqur pafund atë gjë. Domethënë, ishte diçka që unë e shikoja sa shkonte ora 9. Kuptoj. Unë mbaj mend se unë kam shumë i vogël në 2002, po edhe mbaj mend më vonë. Po që më vonë se jepni prapë. Ka qenë seriali ka qenë filma komedi që fillonin, po në fakt nuk po bëhen shumë, me thënë të drejtën. Këto vitet e fundit ka filluar post Covidit, po ta vesh re, ka filluar dalin goxha filma komedi. Po kam pa. Domethënë një 10 vjet paga shumë sa zgjazi këtu. Jo, jam bërë, po thjesht nuk kanë jo shumë. Kanë qenë më të apasionuar rreth dramës, që është shumë okay, për mendimin tim edhe komedia. Flasin gjithësi, filma në 10 vitet e fundit. Si? Flasin gjithësi, filma në 10 vitet e fundit këtu te ne, se ka pasur një boom. Tamam. Nuk e di të them se unë nuk është se kam aq eksperiencë në këtë. Mos harrojnë që unë s'kam shumë vite që kam dalë nga shkolla, kështu që jam goxha. Kuptoj, po që jo, në gjithsesi i shohim ato që i kemi patjetër, po thjesht secili shikon çfarë ka qejf të shikoj me atë lloj moshe. Mendoj që mbas të 20-tave fillon edhe do t'i shikosh edhe filmat, se doli një film në Shqipëri, do ta shikosh, pse mos ta shikosh atë film? Po se peda atë film që doli në Shqipëri për vendin tënd. Pastaj çfarë të pëlqen është punë vete, po. Po ti ti pak do të kesh informacion për çfarë do me vendin tënd. Se do ore dhe sa më gjë normale më të vjen një shoku jot nga jashtë, edhe thotë çfarë po bëhet në Tiranë, ti s'di. Vetëm kafe, po dalë se ke një lloj filmi, ke një lloj ekspoziti gjë, do të shkosh, do të shikosh. Sa për informacion, edhe nuk është informacion i dëmshëm. Të edukosh veten, më shumë. Ajo është gjithë çështja, të ndihesh mirë. Ne i bëjmë të gjitha gjërat që të ndihemi mirë. E bëjmë këtë serialin që të ndihesh mirë ti në fund fare. Bën këtë talk show që kapi që të ndihesh mirë, se fund fare ti do që të ndihesh mirë me ato që bën. Po. Rri me dikë për të ndier mirë, gjë e bën që të ndihesh mirë ti. Analizë e kapi dhe kjo. Më falë, da kap shukurin autobus. Jo, vazhdo fol, këtu s'ka limite. Jo, se kështë e limite, me kisha. Këtu do të shash, shaj. Do të lëvdo. S'ka limite. Domethënë ideja që un kam dash të bëj këtë, pa shpjegoj se kam shpjeguar ndonjë ditë. Tani e kapim vdallën, kështu që. Se kam shpjeguar ndonjë ditë kështu në video, se jashtë videove plot, po që ideja që kam dash ta bëj këtë është të jetë as emision, as podcast. Se podcasti është thjesht biseda pa pamje, pa imazhe, pa gjë, diçka e thjeshtë. Emisioni ka limite. Ka limite në kohë, ka limite jo çdo gjë mund të flitet. E diçka të mesme. Që të kemi edhe diçka vizuale, se sa do në kohën që flet diçka shumë, kemi Nietzsche sot, një foto duhet që të jap një impakt. Tani kjo është një lokë të gjata, këtu është tjetër muhabet. Tani çfarë e shoh? Kthej pak lutem.
Po, i ka për këtë gjatë, i ka pak më gjatë. Patjetër. Thjesht tani po zgjaten prapë, se patjetër kemi nisur ti zgjasim flokët për Nietzsche në sezonin e dytë. Ja dhe kuqa këtu. Tu ke qenë në shfaqje? Po, tu kam qenë në shfaqje në nëntor. Kush do të kujdeset për mua me regji të Giuliano Briskut. Kam qenë unë, Amr Jasanliu, Urim Alia e Keviz Delibashi. I pas një shfaqje kishe pas në 2020, më duke një 2022, apo në 2021, se po shifja sot të dhënat. Në fakt, nga 2022 që sipër ka filluar si karrierë të teatrit për... Jo për, në thënë, nëse po ta marrim si karrierë si aktor, ka nisur që në 2019 me shfaqjet e Kalamajve, për fëmijëve të teatri eksperimental. Pastaj nga 2022 fillova edhe për të rritur, si shfaqje. Edhe nga 2022 sipër tani kanë filluar punën edhe me teatr. Trupi vet i jep reagime. E quajnë kështu këta në anglisht, the gut feeling. Kur të bëhet se ne kemi na bë një sëkëlldi. Kur na vjen një sëkëlldi këtu, ta tregon trupi vet kur është gati për të bërë një lëvizje. E ndjen, është mendjes unë vet kështu e kam, që okay. Më ndodh që më thonë që se ne kemi edhe studion e audios, punojmë edhe audio edhe video. Edhe në kohë që diskutoj dite, më thonë që po ti studio vetë ti ke gati, ke veti punoni, po nisë. Po se ndjej, nuk e ndjej ta nisë. Ka nga ta që thonë, buda, ati isha unë ta bëj, kisha bëj lek. Po, pa mirë, nuk e... Po, se është momenti, po se ndjeve, besoj që edhe Nietzsche, me që jemi të Nietzsche, po kapim shembull vetëm Nietzsche. Nuk do ishte çuditë po të kishe 2 vite. Po ne kemi nisur që nga 2023 nëntorit. Ja, që kam bërë para shumë. Po. Domethënë, duhet momenti. Po. Okej, janë edhe këto sfidat, se këtu të ne ekziston shumë financimi e gjitha, që është një temë. Po patjetër, edhe do jetë akoma edhe me vështirë me një lloj personi ose produkti që nuk e njeh njerëj. Po kam përshtypjen që sezoni 2 do jetë më i thjeshtë për të bërë. Në të paktën tani e kemi një lloj garancie. Jo, kemi një lloj garancie që kemi bërë diçka që nëse do ta testosh si gjë, është sezoni i parë. Kuptoj, ke është plus shumë i madh pastaj, sepse po. Kush do që të jetë, edhe unë të isha do të shoh diçka unë, pastaj të do hidhe dhe pizza lega aty. Hajde bëj atë sezoni. Po, sa tipike ke pas atë xhaketën aty te... A? E dal nga boja të sa fare. Fix. Gjorgji Baxhaku me David Kodeli ka menduar dhe për këto. Bëje pak pauzë, lutem. Shumë moment i bukur kjo. E di çam kjo foto në kohën që e shoh, e di çam nisi më mua. Ha. Se kemi gjithë ato albume në shtëpi që shohim gjatë. Jo nesër pas nesër tani. Fëmia im do e shikoj këtë. Do thojë babi çfarë viti është këtu? 2025-a, 24, 25 si ka. Imagjino sa vit që këtu. Çfarë kujtimi do jetë kjo? Shumë kujtimi i bukur. Edhe ti që thua është në 17 apo 20 vjeç. Unë kam 50 vjeç që jam, unë kam 50 vite që jam 25 vjeç. Është tamam si këto aplikimet e punës që domethënë do të fillosh punë mosh 25 vjeç, po të do me 10 vite eksperiencë. Po patjetër. Tamam. E do thoya këtë që domethënë unë që shoh më kujtoj fotot që shoh se babai im ka vllajën e madh, vlla të vogël, janë 5 çuna. Dajet. Edhe më kujtojnë ato foto gjatë, kështu me flokë të gjata. Ka qenë ai modeli flokëve ashtere, po. Ato xhinset cowboy kështu. Po. Bisht plumb, që ishin flokët kështu. Ata të ndisi më jep kjo, tamam. Ja dhe kuqa me këtë xhaketën këtu. Ja këtu në shfaqje. Po, prapë me urimin jam këtu. Ja, prapë me urimin jam dhe këtu. I pas ke pas jep këto ti? Aparatet? Po, jam pasionuar pas aparatet. S'po më pyes se kodo me thonë? Jo, se i përdori, shes. Ndova se ta ndani të njëjtin pasion? Jo. Sa shikim papajsh më kthej pak lutem. Shikim si i pafajshëm duket aty po. Pafajshëm, ti je syri dalë apo. Tani çfarë dhe zoti ma. Aty sa I kam futur sy të brenda prapë. Nëse janë momente që ngelen në kujtim. Sa do publiku e shijon atë filmin apo episodin çfarë do të shtit, po backstage si di askush, edhe ato besoj ju e shijoni më shumë e kujtoni. Kemi qeshur goxha në backstage.
Po cili moment ka që më që fotu të backstage në një moment që ka lënë kështu qeshni pa Po, ka qenë të mërshme tek episodi i parë. Te episodi i parë tani është producenti ekzekutiv vetë Sony, që i them të lutem mos më hidh batuta, mua, se është episodi pilot, do ta marr seriozisht, nuk do të qesh se është çik punë. Kosha nuk do të përqesh këtu. Filloja ai pastaj. Ora nuk do më bësh përqeshur e pikë, la feja gjë. Edhe në një moment tani vjen Margenti që thot një çetrimi. Kur e tha të tërë fjalin pasaj aty. Aty ka qenë që të mërshme, ja tha Margenti me moment të lutem, vlla, do të bëjmë prop, do të bëjmë skenë tha. Kaluan shumë dubla aty, të merr. Aty kemi qeshur goxha. Me që kujtove atë si thënie. Ajo është bërë shpreh kështu tani virale fare. Nëse do të shohësh diçka. Qa kemi? Të filloj. Një qetrimi, Ja. e di veti. Nuk më hap telefonin për të marrë disa herë, por do më hapur se kemi një punë për të bërë. Dhe ti e di shumë mirë që unë të dua shumë dhe kur të vinë ato punët e tjera, ato 5 episode të punëve të tjera, unë do të dua më shumë akoma. Edhe ju. Edhe aventurat që do kalojmë do jenë të papërsëritshme. Të dua shumë dhe kujdes se çfarë do thuash aty. Si ta kujdes se çfarë do thuash. Po çau, unë kam vënë gjithë të mëshme për vete. E ke hap. Ua, shumë faleminderit. Okej, ma kënaqet Xhami në këtë. Kjo edhe mami im që më çon video kështu. Kjo Video, ja do të them se. Këtë. Beshaka. Në thënë, nuk është se na çojnë video të gjithë kështu, po që Margenti është i madh. Margent, përshëndes. Keni kimi shumë të dy. Se edhe jashtë filmit dhe duket. Po, jemi shok. Sa po fola se e di sa unë atë, të thash se ta kanë 10 vite që nife. Në vërtet? E di si Po flas. është Margenti, ka të vetën që Po. që të bën për vete shumë shpejt. Bën për vete shumë shpejt Margenti. E sa i thash të më bësh një video. As më tha po më çovi video. Është i madh. Po. Kemi kaluar shumë kohë të mirë me Margentin. Duke është shumë pozitiv si ti. Po, Madje edhe filmi me që Është si Kung Fu Panda, por ky është poja. Si mund të mërzihesh me pon? Nuk mërzihesh dot me pon. Bëj çfarë nuk e ti e do atë valla. Ka shumë energji pozitive vërtet. çam këtove me këtë, po nuk e di pse më lidh me Margentin me punë. Është ai momenti që do të bëj kështu Paqë shpirtërore të paqe. Inner peace. Ka që nuk e di s'ken shumë fani. Nëse punë shumë veta e njofi se Po. është një nga kukulla, se në kukulla i themi gjuhën tonë. Po, një nga Animacionet që pëlqejt shumë, si nga fëmijët si moshat mëdha. Është i njohur botërisht. Simbol, kështu që simboli në puja jonë është kuqa. Kuqa, puja. Po kuqo. Pa ju luan nisha, kush është? Egla? Baronesha. Jo, është një ndihmon çik. Tigresha, po. Nuk e di, mund t'jesh me erdhi poja si personazh, nuk e di. Megjithëse besoj Egla si shkon ajo. Që që mund të shkoj, po thjesht mua më erdhi për Margentin si poja, se masë mund të vi diçka tjetër. Ka pas në një sejnë të anojnë diçka që ke dash të ambashu kujtim nga seti Nietzsches. Ose ke... Po kam këtë që kam këtu për shembull. Kjo nuk e di a është fiks nga seti, po thjesht kur kam pas këto të gjata, do mbaje një elastiku. Edhe e kam mbajtur që tek episodi pilot pa dashje, nuk e hoqa. Edhe nuk e hoqa dhe pastaj e kam parë që e kisha tek episodi dhe thash pastaj do ta kem gjithkohës.
si gjë. Edhe është vetëm që qenë mbaj akoma tash që nuk e thjesht e kam si relik time tani, si kujtim time gjë. Të sezoni 2 do kish. Po nuk e ish më këtë tash. Nëse do hiqet, do jetë diçka shumë e madhe për Nietzsche, nëse do hiqet kjo gjëja. Se vetëm po u bë të hollohet, të kaputet vetë sa. E rregullon, e lidh pra. Më kujtove këta çunat tipik që ju thuhet se ajo duan që e ngjisin e fusin kështu. Po e funi letërsi për aty, pastaj. Skoç. Po, dhe do pish edhe cigare dhe skoç bash. E bëhet një mix. Po të flasim pak në lidhje me kinema në gjithësi, se tani te Nietzsche, po, ta lëmë me një bubajat. Ty je 2 orë, flasëm për brendi. Cilat janë disa filma që do doje të ishe pjesë, çfarë tematikash? Janë disa, për shembull, kam njëri nga filmat që më pëlqen goxha është kjo The Curious Case of Benjamin Button, nga David Fincher. David Fincher pak si regjisor kam shumë qef. Ja pëlqej shumë filma. Domethënë Fight Clubin e kam si film të preferuar për momentin, për këtë moshë që kam, për këto gjërat që kam kaluar si njeri. Fight Clubin e kam shumë të shenjtë si film. Se është me të vërtet, ti është lëshoj olla, ti është lëshoj. Mos e limito veten. As mos qofsh i kompletuar. Pra gjithmonë zbuloj gjëra të reja vetes tënde ti. Dhe do doja shumë të isha të kaj filmi, edhe të kjo Curious Case of Benjamin Button, fakti që lip plak edhe vdes fëmijë. Ishte ka qenë goxha film që më ka lënë shumë bresa. Më është një film shumë i bukur i Ari Aster. Nuk e di, ka bërë këtë Hereditary, Midsommar. S'po më këtoj. Është një film që quhet Bo's Afraid me Joaquin Phoenix. 3 orë film. Nuk e di, për mua ai është film shumë i fuqishëm si event social, domethënë se çfarë ndodh me njeriu. Sa të lidhur e ka marrëdhënia e vet me prindrit. Është shumë e fuqishme si gjë, domethënë në një moment do t'i lësh pas prindrit. Do të vazhdosh të jetosh si vetja jote, jo se çfarë do prindi jot për ty. Shumë psikologjike. Po, gjëra psikologjike i kam shumë qejf, thrillerat psikologjik. Shumë. Po edhe këto ndryshimet e realiteteve. Sa është gjë e bukur të ndryshohet komplet realiteti i diçkaje. Po, del nga monotonia, nga ajo fusta. Është një lloj arratisjeje. Krijon të realitetin tënd për një orë e gjysmë, 3 orë, ti ke krijuar realitetin tënd. Edhe je, si ta them kështu, comfort zone, je research. Mendoj që je në zonën kërkimore për veten tënde. Ka plot filma në fakt që të fusin të mendosh. E shef edhe të fusin të mendime që nuk e di, të zgjumi pastaj ato mendime. Bëra një maraton kështu ripash një 3 filma të Kubrick. Pash prap këtë Space Odyssey. Qa fleto, shumë përpara kohë si film. Kanë emocion, nuk e di. Ndodh edhe është fotografia, është tekst. Po, ma ndodh edhe me muzikën, edhe me filmin. Po, edhe me muzikën. Qa janë, po flasin vitet 80, 90, 2000, më shijojnë më shumë. Sa këto të fundit the. Nuk e di, a ka më shumë emocion që ajo aty, a ka më shumë. Po ja, pra unë këtë po them, kjo filmi Bo's Afraid i Ari Asterit, kjo është në 2022. Edhe mendoj që është rikthyer fuqishëm mbas Covid, çdo gjë mbas Covid është rikthyer fuqishëm mendoj. Kam pas kohë të studioj të mendoj. Që në shtëpi aty një vit pa dalë aty normale je të çmendur ti. E do s'do ai që ka qenë jam që ta nxjerrë këtë çmendurinë e vet, e ka çuar te arti. Po ti çka ke bërë gjatë Covidit? Çfarë ide ke? Kam parë një serial Supernatural. 15 sezone. 22 episode për sezon, nga 1 orë episodi. Në e thënë ke qenë kështu, vetëm shiko. Ja marrë dhe me muzikë, goxha. Bën muzikë? Luaj gitare edhe bas. Në ato dhe periudhe formova i grup. Po pastaj kemi qenë kështu ca me rrugë të ndryshme, se unë po merresha pastaj me Nietzsche, me këto. Jemi pak shumë serios, edhe unë gjatë asaj kohe fillova të blej vegla muzikë. Po edhe unë fillova bleva edhe unë kitare elektrike, sa lumturish që diçka. Bleva akustike. Vetëm akustike. Vetëm akustike. Edhe unë kisha një kitare elektrike, një akustike dhe bas.
Tani kam vetëm akustike. Tash kam edhe violin, kam edhe piano. Nesër do bëj traktor. Se si ku e more violinën ti burr? E kam shpit. Lua dhe violin? Luat. Shluaj. Mbara të varur dhe nisi shumica që mbajnë kitarë të varur. Të postela. Jo, më ku di teli violinës. Violinën më pëlqen shumë, dëgjoj shumë violinë. Po. Violina do shumë studim, nuk e shkollaj. Po, patjetër. Okej, piano luaj. Apo me akustike luaj, po që violina Që çfarë do thotë, atë si më thon piano luaj, unë. Luaj piano, kam një violin që e var aty, kam 3 kitara, kam një BMW. Po shpinë sta them ku e. Ja, mos më thuaj. Apo çe do ta gjej me plumb, pa vera. Po që jo, i kam qef, se dolëm qik jashtë kinemas, po që i kam qef që të jetë pjesa e muzikës. Muzika është pjesë e filmit orë, në kinema që po ta ja, që ta gjej videon prapë me këtë. Po se patë muzikën dhe soundin. Ajo ja e bazë në kuptimin. Pastaj që te sigla. Po. Çunat e oket pushpepar, një zgjoka. E kanë qarë. Ju përshëndes. Po që është kjo gjë që se po fokusohemi pak te muzika. Që çdo moment është nga ana psikologjike edhe kjo. Që ke momente që ti thjesht, ja mund të jetë ky momenti që mendohesh këtu. Po. Nëse fut muzikë set, të bën të mendosh se ka një hall. Po patjetër. Po futen ndonjë gjë fani kështu ta çfarë po mendon këtë? Po bra. Çfarë do bëjnë budalli? Pas ka një hall kë. Ti thua një fjali pastaj. Prapë, ti e kemi në e ndryshëm. Po, muzika ti jep goxha shtys. Më pëlqen sidomos piano, më pëlqen shumë. Në kombinim piano violinë unë kam pikë të dobët. Që ka një ri me dhimbje. Të pëlqen e vëmshja. Dhimbja. Ande nga zona të The suffer, vuajtja. Jemi populli vuajtër, pëlqen ai që vuajtër. Nga zona toni thon me dhemkë. Me dhemkë. Ne kishim me dhemi. Me dhemkë. Ka filma që Titaniku këto, u kulloj. Kullon. Ja, se beshak. Unë kam qërë shumë të filmi Troja. Shumë të pak janë filma që më bëjnë të ndalin në i dot. Se tash, unë i shoh nga ana teknike, se shijoj dot, janë shumë të pak të ata që humbas. Është seriali që ka dalë tani Severance, nëse ke vënë që ka Ben Stiller. Nuk e kam pa, Ka një muzikë perfekt. Se kam pa, madje kam djalin e Dajos 2 ditë ka që po flisa më ka dhënë ja 7 titull, ishte edhe kjo. Severance është serial shumë i bukur. Me ta shoh se është edhe The Penguin, se kështu. Po, seriali The Penguin, po, HBO pastaj i bën super gjëra. Me ta thënë sa do ta shohësh, se kam pa. A vasha kurse nuk është se ke nerva, nuk je 18 vjeç o burr. Ka ikur ajo anije, ajo anija ka ikur tani, bashkë me qa kishe ti, ke lëndët. Ta si duhet thënë Covid ku je këte? Covid tani. Të shofi ca filma. Se s'ta ngelet koha. Mund të shikoj maksimumi një film në javë, maksimumi. Po edhe po e pash me shumë sakrifica. Duhet lesh në gjë pa vëtë. Duhet lesh diçka pa bërë, pra se ndryshe e ketë vështirë. Unë kote se ne shofim në shtëpi bashkë me nusën, gati çdo ditë. Po që kote fundi më mëzej gjumi kështu si pull që i thonë. Me vërtet. Edhe një film po e çoj një javë. Edhe sa i them unë, do vë ndonjë film. Po çfarë filmi do ti, do ti do flesh. Ti e ke maraton, ti e ke studim. Ti do flesh, do mbaj në kohën që kam qenë që jetoja vetë. Mund ta kesh një film një muaj. Kam pas nga 1 minutë për ditë. Sa e do vija? shikoj 2, do bëjmë rebel. Pa. Dhe thyesa. Jo sa e vija se ka të bëj puna si ke. Sa e vjen i gjumë. Sa e vija në shtëpi, sa e vendose atë. Madje mbajmë ka qenë ajo Dumbo që kishte dalë. Që në kohën që doli unë sa e vija 5 minuta e gjumë. Që e bëja dhe si kinemat ma në shtëpi, se kam edhe këto pajisje që duhen. Të normajme, dhe unë gjumë që kam pas vetë. Dita dytë, kthesha, do e shoh to jashtë. Aja në gjë, sa vija kokën jasek. Tu, po them një muaj kam shpën. E se mëmë da e pas plota, se pas shumë dipa. Ka shpën goxha. Po që
ka filma që i shoh le të kem lodhje gjatë ditës. Po. Ka filma që më mbajnë kështu, e shoh filmin fund as ka. Po. Atë tani që më kujtoa dhe ajo pianisti se ka pa të gjithë, kam lënë gjysmë. Me vërtet se ke parë akoma? E kam lënë gjysmë. Jo. Është super film do të Ka dhënë gjumi? Ka dhënë gjumi ty, po. Lodhemi pa kushta di. Vetja. Vetja. Vetëm veti. Vetëm vetja. Okej, ta mbyllim me një që... Në në gjëti për para! Nuk u duroj dot! Dubut. Po më thot nga aty. Fol! Me zë se s'kuptoj. Ti duhet ta kapësh të Dorën qi. ka çuve. Ka që, e qaka? E ka umë do i punë këto? Nuk e kam seriozisht me ashtu kërka. Qaka? Tash je pa mundur. Çka ka? Nga ato të bimëve të rrugës. A, të karën poleni. Karën polen. A se s'bash. Po ti ku e pe? Po mi më bën katin aty, pa verave, bën katin aty dhe ti pastaj jep. Jo, do e le. S'ka se do e bëjmë të famshëm me Nietzsche. Po nga këto të polenit të rrugëve se... Ua, po Ka nuk. si polen. Ua, tani u vure poleni. Po ku e pe? Po ne mund të kemi poleni këtu brapa. E si, edhe thuaj ti që... Do t'iki, nuk rrit dot. Filloje. Përshëndetje, tani do nisi podcastin, talk show, në Nga fillimi? Nga fillimi, tani kemi seriozisht. Se hoqë po, se hoqë më të Se, dhe qa më kujtoj. Kam qenë me shokën në plazh. Po. Po ka një 7-8 vite. Unë i kisha paga shumë, si që kanë tani flokës, Po. i qethja, i zjasja, i bëja, si të më minte. I kisha këto një vetë. E më vjen një shok shumë Giulio, se kam një 7 vite. Kam 2 vite se takoj, po nga që ka qenë, është në USA tashi edhe takoj. Okej. Një ditë në... Ti nuk e thret me Amerikë, thua USA tani. Shba. US and they. Edhe, më thëmë hajde pak, vajta më kështu, më futi i slips. Jo. Nuk duke. E i tha i shoku kishë shokut tonë Davin. Si, ka gjë në kokë, tha. Po le shoka, të floka, tha qaka. Ja jo, tha, kapi qik, tha, doli slipsi këtu. Shqyqja, tha, si janë, ti fshem në një gjatë. Kjo ka vite. Mos e kam akoma. Unë doja të bëja një mbylli, po na e mbylli. E mbylli, po ne mund ta bëjmë prapë gjithsesi. Gjithsesi, miqën e Mikesha, ishte një kënaqësi që kishim Nietzschen. Brendi. Sot, këtu. Nietzschen. Në gjaketën dhe ke. Gjaketën? Do t'ishe me gjaketë. Jo, kam vdekur ato tash. Në sezoni 2 do rikthehet të gjaketa. E ke në kanal? Sa është nuk sepi, i mos të pafsh. Aty i lan, aty nder aty. Okay. Shumë kënaqësi që folëm, diskutuam, zbuluam pak më shumë në lidhje me sezonin 2. Pak. Po, se edhe na u tha që as nuk po përshëndetëm fare. Ej, shumë faleminderit për podcastin, uroj t'ju ketë pëlqyer. Ne po ikim.